shkoj dhe ulem me ato burrat dhe jetoj me sahabët e pejgamberit sallam, kur çeli historinë e tyre, kur lexoj veprimet e tyre, i hapi librat dhe jetoj me to. Njeriu kur lexon për to, me të vërtetë se sikur ai jeton me to. Sikur dikush e keni parë kur e shikon ndonjë film i cili është shumë ndikues apo i përgatitur mirë nga një regjisor shumë i fortë, ai nuk e vëren gjatësinë e filmit sa jeton me filmin. Dhe njëjtë është nëse, dhe kjo fakt është shumë më e lartë, që ti nëse jeton me jetën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe të shokëve të sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tabiinët, që ti me jetuar me to nuk të del koha që të lexosh dhe nuk ngopesh me historinë dhe veprimin dhe mësimet e tyre të cilët rrjedhin. Por ata Abdullah ibn Mubarekut rahimahullah, kur ju shton se ai e falte namazin edhe me një herë pas namazit ikte të shtëpia e tij. E i thonin: o imam, ti hoxhi i madh, dietar i madh, se nuk rrin me ne që të bëjmë bisedë së bashku këtu. Tha: çka të rri me ju? Shkoj dhe ulem me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkoj ulem me tabiinët, burrat shoqëruesit e mëdhenj që i shoqëruan sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha: i lexoj librat e tyre dhe lexoj ngjarjet e tyre, veprimet e tyre, jetoj me ato. E nëse rri me ju, tha, nuk më përkujtoni vetëm se ose më shkatërroni, më futni në gibete, më futni në përgojime, më futni në mëkate, e kështu me radhë. Tha: kur është në këtë pozitë, tha, më mirë shkoj dhe ulem me ato burrat dhe jetoj me sahabët e pejgamberit sallam, kur çeli historinë e tyre, kur lexoj veprimet e tyre, i hapi librat dhe jetoj me to. Njeriu kur lexon për to, me të vërtetë se sikur ai jeton me to.